jeni mërë diaspora shqiptare më e fort në botë, sa bukur që shoh nga këtu. Shiko, si fillim, shtëpi nuk e nevojë ta shesësh se gjithë të burra këtu do ta bëjnë këtë të mundur. Kjo diasporë bëhet mundur një shtet dytë shqiptar do ta bëjë edhe këtë ribotim, do bëjë edhe plot ribotime tjera. Këtë ta kesh sigurt. Tani, unë ju a thash edhe mbledhjen e parë, po t'ju a them edhe sot. Ju duar trokitet për gjitha ta veta këtu sot, po dhe për veten tuaj një duar trokitet fort dhe të gjatë fare. Hajde forca! Tani, me qenë se e mbaj këtë mikrofon këtu prej Eonës Malësis, jam i detyruar të ushtoj një nga praktikat që shoqata jonë ka pjesë të kulturës së saj organizative. Ne jemi detyruar të përkrajmë çdo antar tonin në çdo iniciativë adetare që merr. E them këtë sepse kemi nuan aty. Me cilin kam folur dhe më ka treguar se sa kohë ka shpenzuar duke i studiuar jo vetëm veprat e fishtës, por veprat e shumë shkretarëve të mëdhenj shqiptar. Dhe duke dëgjuar atë kam kuptuar dhe një botë kaq të bukur që të parët ta na kanë lënë sot, kaq të bukur për ta çuar tek rinia, për ta çuar përpara, tek ardhmja. E po ashtu e shoh po të njëjtin person që ka punuar kaq fort dhe me to piktura e me shumë piktura tjera, duke ringjallur figurat tona kombëtare, çdo javë, çdo muaj e në çdo event të ndryshëm të këtij komuniteti. E përveç punës që ka bërë, që jam i detyruar ta them jo vetëm për ta vlerësuar nuan, por për ta bërë shembull punën e tij për gjithë shqiptarët dhe gjithë aktivistët, punon edhe me ne tek Eona Malësis. Është vërtet një person për duar trokitur. Ka mundsi një duar trokite për nuan fort fare. Hajde të gjithë. Sigurisht ai mbas këtij eventi nuk do pushoj, do të vazhdoj se me datë 26 prill ne kemi det dorë të dance nga Eona Malësis në Palazzo Grande, kështu që Nua do të vazhdoj punën. Ndërkohë unë dua t'ju them diçka juve për këtë event sotëm. Dua të diskutoj diçka. Shpesh dëgjoj një fjalë shumë bukur që thuhet fishta është i papërsëritshëm. Por do doja të diskutoja diçka. Nëse ne themi fishta është i papërsëritshëm, ne nuk e bëjmë atë të pavdekshëm. Çfarë mund të themi, si mund ta shprehim ndryshe fjalinë që ta bëjmë fishtën vërtet të pavdekshëm? Nëse fishta duhet gjonte këtë fishta do të thoshte, ju nuk supozohet të më bëni mua të papërsëritshëm, por ju duhet përpiqeni që figura me kontributin tim të përsëritet nga rinia shqiptare prapë në të ardhmen. Sepse dhe ai nuk ka punuar për egot e tij personale, por ka punuar për një copë të tij, një copë tonë që është më e madhe se gjithë ne. Është atë ynë, është Shqipëria dhe çështja jonë kombëtare shqiptare, dhe Shqipëria e madhe. Ndaj, unë nuk e kam guximin e rinis për t'i thënë ato fjalë, por unë rinis do të them u bëfshit si fishta. Inshallah kërkojmë nxjerr sa më shumë persona, se gjaku ti jemi, gjaku fishtës, krijimi i Zotit dhe bitë e Shqipërisë madhe. Ndaj në doni fishtën ta kujtoni, edhe çdo shkrimtar tjetër duhet përcjellni veprat e tij. Ti mësoni dhe ti çoni tek të rinjt. Në konkluzion, qëllimi është jo t'i falemi së shkuarës me fishtën, por të nxjerrim dhe fishta në të ardhmen. Jeni dakord apo jo? Tani, unë do doja të thoja diçka. Mundësuesit e kësaj kauze janë një mjet tepër i rëndësishëm. Por jeni ju ata që e keni në dorë a do bëhet kjo kauzë realitet apo jo? Jeni ju ata që do vendosni a do ja dalin kandidatar për këtë ribotim apo jo? Ndaj ju lutem, mos i lini vetëm rinin, mos lini shpirtin e fishtës në faqet e atij libri pa u shpërndar tek gjithë shtëpitë shqiptare dhe gjithë familjet shqiptare, qoftë këtu dhe në çdo vend. E gjithë ju që preferoni dhe veprat të tjera të fishtës, e shumë çka tjetër, duhet kuptoni që duhet përgrajmë në fillim këtë grup në këtë vepër, në mënyrë që t'japim atyre mundësinë që të vazhdojnë me ribotimet të tjera dhe të vazhdojnë punën si shoqat, e të madhohen edhe më shumë në të ardhmen, për arsye se e shoh një shoqat tepër të vlefshëm për çështjen tonë kombëtare shqiptare. Tani jam drejt fundit, por do doja të thoja vetëm një histori të shkurtër. Kam qenë në një nga mbledhjet e tyre të portit. Paraqita një projektimin, pak rëndësika. Dhe vura re diçka shumë bukur. Që e kam pati thënë qëndro deri në fund se nuk kemi asgjë për të shehur, duke më treguar kredibilitet dhe transparencë maksimale. Tani detyra tyre është të tregojnë kredibilitet dhe transparencë, gjë që e kanë bërë. Detyra tyre është të bëjnë këto tubime, që po vazhdojnë me konsistencë, siç e shikoni salla është plot edhe më shumë se herën e parë. Detyra tyre është të tregojnë profesionistë dhe këtë e kanë bërë. Tani është detyra jonë për t'u treguar atyre që akoma nuk na ka vdekur atë dashuria, akoma nuk e kemi harruar të parët tanë dhe akoma do të vazhdojmë ta çojmë patriotizmin konstruktivisht tek ardhmja dhe te rinia. Duhet dini diçka.
nuk është rastësi që kjo vepër ka qenë ndaluar, sepse ajo përfaqëson dije dhe dija për diktaturat, ignorancën dhe tradhtin është akt revolucionar. Sepse dija të mundson të thuash vërtetën, e cila kërkon fjalë thirr. E me pushkë i kemë pritur armiqtë e Cikombi, po nuk ka pushkë më të fortë kundër armiqve dhe regjimeve se fjala e lirë. Ju falenderoj edhe një herë, ju bekov Zoti, rrof Shqipëria dhe rrof Shqipëria madhe. Faleminderit gjithë.